Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, dhe jemi në rubrikën që i dedikohemi vetes tonë, shpirtit tonë, energjive tona, edhe mënyrës se si ne ndihemi më mirë, çfarë duhet bëjmë, si duhet mbrohemi. Për këto pikë pyetje që ne kemi, gjithmonë përgjigjen na jep trajnere shpirtërore zonja Sonila Vogli. Zonja Vogli, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit ju. Ditën e sotme do të flasim për persona toksik, siç e njohim ne në gjuhën moderne. Si ta kuptojmë që kemi pranë një person toksik ose të mbushur me energji negative? E kemi folur edhe një herë tjetër, ndoshta në podcastin e parë që kemi bërë bashkë, që ndjenjat që ne kemi, ato gjërat që ne ndjejmë, domethënë apo se si ne kuptojmë që kemi afër një person që na heq energji, apo toksik, si ne mund ta quajmë, është që mbushemi me lodhje. Ne lodhemi kur jemi pranë atyre personave. Dhe kjo është hapi i parë që ne ndjejmë, gjëja e parë që ne ndjejmë. Pastaj mund të ketë disa aspekte të tjera që varet nga personi që kemi pranë. Domethënë, ku ai person e ka energjinë negative, në çfarë çakre, në çfarë qendre energjie ai e ka, ashtu do ndjejmë edhe ne. Ai na kalon, personi toksik na kalon ndjesit e veta dhe e kuptojmë këtë gjë kur ne zakonisht largohemi nga ai person. Që themi që po si është e mundur që unë nxeha për shembull kaq keq, apo si është e mundur që unë ndjeva në këtë mënyrë. Unë ndjeva kaq i lodhur apo unë ndjeva kaq i mbytur në një farë mënyre. Kur jemi në prezencën e tyre, e vetmja gjë që mund të vëmë re është që lodhemi, është që duam të largohemi nga ai vend, nga ai person. Si mund ta kuptojmë që një person toksik ndodhet tek ne gjatë një periudhe të vështirë, ku ne nuk jemi shumë të vetëdijshëm për emocionet tona? Është që ke vështirë. Është e vështirë sepse sa më shumë të pavetëdijshëm ne të jemi, aq më e lehtë është që të tërheqim persona që janë më toksik ndaj nesh. Domethënë, po që se ne jemi pak të mbytur me energji negative, do tërheqim dhe ata persona që janë që kanë të njëjtën tip energjie si ne. Dhe si mund ta kuptojmë, është pak e vështirë të dalësh nga ajo situatë. Ndoshta mund të na ndihmojnë personat e tjerë që kemi anës e përqark, mund të ndihmojë një shok, një shoqe, duke të thënë që ti nuk je ky, sepse ti po zhytesh gjithmonë më shumë në një energji negative, ti nuk je ky. Duhet të kapim ato senjale që na vijnë nga dashamirësit, nga ata që na duan të mirë, familjarët apo miqtë e mirë. Si ta dallojmë një person që është toksik pranë nesh dhe neve duhet ta largojmë, por nuk e largojmë dot? Të vendosësh kufijt e tu, të vendosësh kufij të mirë, dhe të mbrohesh dhe ta duash veten. Ky është hapi i parë që ne duhet të bëjmë për të bërë ne një jetë sa më të qetë. Nuk është asnjë gjë e keqe që të vësh kufi. Nuk është asnjë gjë e keqe që ta largosh një person toksik nga vetja jote. Nuk është asnjë gjë e keqe që ti të thuash mjaft. Deri këtu, këta janë kufijt e mi, mos shko tutje kësaj gjëje. Është madje ajo që ty të bën edhe që të tjerët të respektojnë gjithmonë më shumë ato kufijt e tu. Dhe të jenë të ndërgjegjshëm që nuk luhet me ndjenjën tënde, apo me energjinë tënde, apo me qetësinë tënde, atë paqen që ti ke arritur. A na ndikojnë negativisht pranë nesh personat që janë toksik, energjia e tyre? Na ndikojnë, po që se ne ja lejojmë që ti na ndikojnë. Është normale që sa më shumë energji negative të ketë një person që ne jemi afër. Kemi shpjeguar dhe një herë tjetër që trupi ynë energjetik prek trupin energjetik të tjetrit. Në momentin që e kemi ngjitur një person, ne duam apo nuk duam, ndjejmë trupin e tij energjetik, ndërthurim trupat energjetik. Edhe ajo energji na bën që të ndjehemi më keq, sepse ai person na ul edhe energjinë tonë. Ose më saktë, mbijetojnë këta persona toksik duke thithur energjinë tonë pozitive, duke ndërthurur pak a shumë si
dy janë uji, që një uji është i pastër dhe tjetri është i turbullt, që kur përfshihen bashk turbullohen të dyja, në atë mënyrë ndodh edhe me energjinë. Si mund të bëjmë ne kur një person toksik është brenda familjes tonë? Si mund ta shmangim? Mund të mbrohemi, ndoshta nuk mund ta shmangim, sepse jo shpesh, jo gjithmonë mund t'i shmangim njerëzit e familjes. Mund edhe t'i shmangim, mund edhe të mos i takojmë, po jo gjithmonë e kemi këtë mundësinë. Po kemi mundësi për të mbrojtur. Kemi mundësi gjithsesi që të vëmë kufi ndaj atij personi apo ndaj atyre personave të familjes që mund të jenë toksik për ne. Këtë mbrojtje mund ta bëjmë edhe duke i përsëritur vetes që asnjë gjë nuk do më preki energjinë time në momentin që unë po futem në atë shtëpi, edhe pse jam familjar, apo në momentin që do jem në praninë e këtij personi, që mund të jetë kushdo nga familja, edhe duke në një farë mënyre detyruar tjetrin të rrinë në energjinë e vet. Domethënë të mos afrohet në energjinë tënde. E bëhet kjo jo duke kërkuar me fjalë, por duke treguar me energji. Duke treguar që nuk duhet të afrohesh me energjinë tënde. Shpesh personat e familjes që mund të jenë toksik ndryshojnë mënyrë të qeni në prani të një personi që i ka kufijtë e mirë, që i ka kufijtë e tij të vendosur mirë. Po nëse në një rast paralel e kemi në punë të person dhe nuk e shmangim dot, mund të jetë një shef i yni, mund të jetë një përgjegjës, mund të jetë një person që të lidh puna dhe nuk e shmang dot. Do ta durosh në një farë mënyre. Po që se është një shef i yti, një person që nuk mund t'i thuash jo për diçka apo që nuk mund ta kundërshtosh, mund të bësh atë gjën tjetër, që në momentin që ti largohesh nga ai vend i punës, që ti kthehesh në shtëpi, të bësh një pastrim, që të paktën ajo energji negative që ti ke mbledhur gjatë momentit që je në punë, të mos ngeli gjatë pjesës tjetër të ditës. Sepse për fat të mirë nuk jemi në punë 24 orë. Kështu që në ato orë që jemi në punë mund të bëjmë një mbrojtje energjetike, që mund të jetë edhe një diçka apo një diçka që ti vë në trup, vë në dorë, një unaz që ti mund të mbash me një gur për shembull edhe të zi që thith energji negative, mund të vendosësh në nuk e di, tavolinën tënde të punës një objekt që të ndihmon për të thithur energji negative. Ka shumë objekte të tilla që mund të jenë ndihmë, gur për shembull, gjysmë të çmuar që janë ata gurët me ngjyra të ndryshme, zakonisht për të thithur energji negative funksionojnë mirë gurat me ngjyrë të zezë dhe ngurat me ngjyrë të kuqe, që çojnë në tokë energji negative. Mund të jetë edhe një bim e gjallë aty, për shembull një bonsai që është normale që dhe mund ta kesh në një tavolinë të zyrës apo të punës apo në një cep të zyrës, po që se ke një zyrë, edhe ato janë sende që të ndihmojnë që të purifikohet ambienti rreth e përqark teje. Një person toksik a është i barabartë si me një person narcist? Jo gjithmonë. Një person narcist përdor dhimbjen tënde për të arritur, për të ngritur veten e vet. Edhe është në gjendje që të kuptoj mirë se ku mund të depërtoj. Një person toksik jo gjithmonë është i ndërgjegjshëm. Nuk është e thënë që të jetë i ndërgjegjshëm që është toksik. Mund të jetë toksik edhe një person që është shumë i smur për shembull, që ka nevojë për një energji rinovuese, që të ndryshojë energji edhe thith energji në një personi tjetër, thjesht sepse është i smur atë ditë. Kështu që mund të bëhet toksik vetëm sepse është i smur. Mund të jetë toksik një person që ka mendime të këqija, që ka një çakër të zemrës për shembull të bllokuar goxha shumë, edhe mendon vetëm për të keqen në vend që të shohë anën e mirë, që nuk do të thotë që është narcist. Nuk ka të bëjë me narcisizmin. Por narcisti është pothuajse gjithmonë depërtues edhe toksik.
Si mund të largohemi nga një marrëdhënie toksike, ndoshta dashurore? Duke vënë prap kufi, duke e pyetur veten mirë se çfarë je duke dhënë dhe çfarë je duke marrë në një lloj lidhje.